Ditët me shi të cilat janë duke shoqëruar Kosovën këtë javë pritet të përcillen me vërshime. Zonat të cilat do të preken më tepër nga vërshimet pritet të jenë rrjedhja mesme dhe e poshtme e Drinit të Bardhë, me degën e Ernikut, Bistrica e Deçanit, Bistrica e Pejës, Lumi i Stogut, pastaj e rrjedhja e mesme dhe e poshtme e Lumit Ibër, Lepenci në rrëdime të tjerë. Në njoftimin nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, thuhet se si pasojë e ciklonit të ardhur nga pjesa veri perëndimore e kontinentit, që nga orët e pasditës së ditës së hënë, në pjesën perëndimore të vendit tonë, kanë filluar rreshtit e shiut me intensitet prej 13 mm, të cilat gjatë orëve të mbrëmjes kanë përfshirë tërë vendin. Kjo situatë do të vazhdojë edhe gjatë 2 ditëve të tjera, thuhet në njoftim. Intensiteti që do të bijë rreth 20 deri në 40 mm gjatë orëve të pasditës së datës 9 shtator pritet që të ndërpriten rreshtit. Besim Aliu për televizionin ka bërë të ditër së motë, kryesisht i vrandë dhe me intervale të shkurtra me diell, do të na shoqërojë nga ditja e enjtëm. Vranësira gjatë ditës do të shoqërohen me rreshtë shiu të intensitetit të dobët. Temperaturat nga java e ardhshme sipas Aliu do të shënojnë ngritje në 23 gradë Celsius. Gjithashtu ai ka paralajmëruar se do të fryjë erë nga jug perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi deri në 8 mm/sekond. Një gjendje e këtij motit me përmirësime të ndjeshme do të vazhdojë deri në fundjavë dhe me tej do të ketë ngritje në gjithë perimetrat meteorologjik.